Në shtëpinë e Big Brother Kosova mbizotëron të qetësi e çuditshme. Banorët ndjenin që diçka po ndodhte, diçka që kishte të bënte me Edin, i cili prej ditësh ishte parë më i heshtur, më i larguar, i zhytur në mendime. Ai ende e priste një lajm, një dritë, një shenjë nga dolce, pa pritur, sirena e Big Brotherit u ndez dhe zëri i rënd u dëgjua nga altoparlantët. Edi, shko në dhomën e të vërtetës. Ai u ngrit ngadalë, me sytë e fiksuar në dy sheme, sikur zemra i e dinte se çfarë po vinte. Hapi derën, u ul në karrigen e vetmuar dhe priti, ekrani përballë tij u ndez, në fillim, imazhe të Dolces duke hyrë me buzëqeshje në Grande Fratello. Më pas, momente nga dita e saj e parë atje, komplimente, biseda, të qeshura, por videoja ndryshoi ritëm. Dolce në divan, pranë një djali italian, duke folur afër, duke qeshur, duke e prekur dorën e tij gjatë bisedës. Më pas, një fragment tjetër, ai djali i afrohet dhe Dolce nuk tërhiqet. Ishte qartë, afrimi nuk ishte rastësor, zëri i Big Brotherit u dëgjua qartë. Edi, Dolce ka nisur një afrimitet të fortë me një banor të Grande Fratellos. Publiku flet për një lidhje paralele. Edi ngrin. Nuk lëviz. Nuk merr frym. Vetëm syt i bëhen të lagur. Jo. Jo, kjo nuk është Dolce që unë njoh. Përshpëriti ai, me zërin që mezi i dilte. Videoja vazhdoi me pamje ku dyshja në Itali shfaqeshin gjithnjë e më të afërt. Edi mbylli syt për një moment të gjatë dhe mbajti kokën me duar. Ajo më ka thënë se më donte. Se do të më priste. Zëri i Big Brotherit ndërhyri, si ndihesh, Edi? Ai mori frym thellë, por duart i dridheshin, jam i thyer. Po ndodh ajo që më friksonte më shumë. Unë këtu. Ajo atje. Dhe tani po më zëvendëson. Një lot i rëshiti në faqe, doja vetëm të më thoshte të vërtetën. Të ma thoshte vetë. Big Brother e la disa sekonda në heshtje, sekonda që u dukën të gjata sa një epokë. Edi, më në fund, ngriti kokën, por unë s'do të dorëzohem kaq lehtë. Kam hyrë këtu me ndjenja të vërteta. Ajo le të bëj zgjedhje.